sot është një ditë kur ju po e përmbyllni një etapë të rëndësishme dhe nisni një detyrë, e cila kërkon dhe pret shumë. Ndoshta shumë më tepër se sa që mund ta imagjinojmë ne që jemi jashtë institucionit prej atyre që ushtrojnë. Pas 23 javësh trajnimi profesional në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike, unë jam e bindur se ju jeni më se të përgatitur për të shërbyer në një fushë ku përgjegjësia e shtetit është veçanërisht e madhe. Sepse aty ku njeriut i kufizohet liria, aty shteti ka detyrimin, jo vetëm të garantoj rendin dhe sigurinë, por edhe të siguroj që ligjit zbatohet drejt dhe dinjiteti njerëzor të respektohet në çdo rrethon. Dhe ky në fakt është edhe thelbi i detyrës suaj nga nesër e tutje. Puna e një zyrtari korrektues kërkon disiplinë, kërkon vendosmëri, po aq sa kërkon maturi, vetëpërmbajtje dhe gjykim të shpejtë dhe të drejtë. Do të përballeni me situata të vështira. Do t'ju duhet të merrni vendime nën presion dhe të ushtroni autoritet në rrethana në të cilat kufirin mes vendosmërisë dhe teprimit duhet të jetë gjithmonë i qartë. Pikrisht këtu do ta dëshmoni profesionalizmin tuaj. Shërbimi korrektues i Kosovës është pjesë thelbësore e sistemit të drejtësisë, sepse drejtësia nuk përfundon në shqiptimin e një vendimi gjyqësor. Ajo dëshmohet edhe në mënyrën se si zbatohet ai vendim. Se shteti ligjor në Republikën tonë duhet të jetë i drejtë kudo, në gjykat, në administrat, por edhe pas dyerve të mbyllura të një institucioni korrektues. Personi që vuan një dënim, vërtet e ka humbur lirinë për një kohë të caktuar, por ai nuk e ka humbur dinjitetin e tij dhe as të drejtat që ja garanton ligji. Prandaj, detyra juaj nuk është vetëm të ruani rendin, është bëni të mundur që siguria, ligjshmëria dhe trajtimi njerëzor të bashkëjetojnë çdo ditë në institucionet tona korrektuese. Në të njëjtën kohë, një sistem korrektues modern nuk mund të mjaftohet vetëm me ekzekutimin e dënimit. Ai duhet krijojë kushte që një person, pas përfundimit të dënimit, të ketë mundësi reale për rehabilitim dhe rikthim në shoqëri. Dhe në këtë proces, roli juaj është i pazëvendësueshëm. Pjesa më e madhe e kësaj pune do të zhvillohet larg syrit publikut. Mirëpo puna që nuk shihet nuk është më pak e rëndësishme. Përkundrazi, integriteti dëshmohet më shumti atëherë kur askush nuk po ju vëzhgon dhe kur vendimin e drejtë duhet ta merrni sepse e dini që është thjesht i drejtë. Trajnimi që përfundoni sot ju ka dhënë bazën profesionale për të hyrë në këtë shërbim. Nga nesër, ajo bazë duhet pasurohet me përvojë, me mësim të vazhdueshëm dhe me gatishmërinë për të kërkuar gjithmonë standard më të lartë nga vetvetja. Shërbimi korrektues i Kosovës ka bërë hapa të jashtëzakonshëm në ngritjen e kapaciteteve dhe në zhvillimin e standardeve profesionale. Këto arritje janë rezultat i punës së shumë grave dhe burrave që prej vitesh shërbejnë në institucionet tona. Nga sot, ju bëheni pjesë e këtij institucioni dhe merrni mbi vete detyrën për ta çuar më tej. Uniforma që keni veshur, e cila është shenjë e autoritetit që ju është besuar nga shteti, edhe e cila bart në vetvete sakrificën e shumë brezave, të cilët janë sakrifikuar për të ardhur deri tek brezi i cili mban uniformën e Republikës Kosovës. Mbajeni me krenari, por mos harroni asnjëherë se autoriteti publik ekziston për t'i shërbyer ligjit dhe jo atij që e ushtron. Shumë të dashur familjar, sot është një ditë gëzimi edhe për ju. Mbështetja juaj ka qenë pjesë e rrugtimit që i ka sjellë këta të rinj dhe të reja deri këtu. Ju falenderoj për përkrahjen dhe ju përgëzoj për suksesin që sot e ndani me ta. Të dashur tashmë oficer të shërbimit korrektues Kosovës, ju përgëzoj për përfundimin me sukses të trajnimit dhe ju uroj një fillim të mbar në shërbimin tuaj. Jini të vendosur kur detyra kërkon vendosmëri.
Jini të matur kur detyra dhe autoriteti kërkon maturi dhe jeni gjithmonë të drejtë, sepse cilësia e shtetit ligjor nuk matet vetëm me ligje që miraton dhe vendimet që merr. Ajo matet edhe me mënyrën se si shteti e ushtron pushtetin e tij ndaj atyre që janë në duart e tij. Shumë urime dhe shumë suksese në punën tuaj. Faleminderit shumë.